Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një histori gjatë regjimit komunist që as është dëgjuar, as është folur dhe gati as është perceptuar se si mund të ndodhte një ngjarje e tillë. Në kufirin shtetëror midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë ka ndodhur një incident që mund të ishin të zakonshme në atë kohë, kalime kufiri, po qoftë edhe për një kafshë që mund të kalonte këtej apo më tan kufirit. Por kjo ngjarje ishte e pa perceptueshme dhe e mendueshme. Nga pjesa e zonës së Hasit, pra në pjesën më tan kufirit, nga ana e Jugosllavisë në atë kohë, por që sigurisht ishte tokë shqiptare, persona të ndryshëm me nështërsi jugoslave kanë arritur të bëjnë një tunel, disa galeri dhe të shfrytëzojnë mineral në tokën shqiptare, por në nën tokë, pra duke hapur galeri. Kjo ka zgjatur për gati 4-5 vjet. Nisi në vitin 1968 dhe u zbulua mbas 4-5 viteve. Po çfarë ndodhi me këtë shfrytëzim, me këtë vjedhje, me këtë skandal, me këtë ditë ç'a mund t'i vësh emrin kësaj, sepse një ngjarje e tillë nuk ka ndodhur në asnjë vend të lindjes, në Shqipëri jo, por në asnjë vend të lindjes. Studiusi dhe gazetari dhe miku im dhe emisionet mia, Kujtim Boriçi, me të vërtet ka nxjerrë një e quaj perl nga ato të vetat që ka bërë gjatë gjithë karrierës tij dhe tashmë e ka kthyer një libër. Operacioni Top Sekret në toka, si u vodh Shqipëria në pikun e luftës tot nga Jugoslavia. Ky është libri, sapo e ka nxjerrë dhe kjo mund të jetë nga kopjet e para që unë e kam në dorë. Dhe Kujtim Boriçi ka bërë atë që mund ta bënin historian, mund ta bënin studius që paguhen për të zbuluar histori, po këtë histori kjo është e Kujtim Boriçit dhe duhet vlerësuar gjithë puna që ai ka bërë. Tashmë gjithë histori, me dëshmi, me fakte, me intervista, me dokumenta, ai ka hedhur në këtë libër. Unë kam kënaqësinë që këtë histori Kujtim Boriçi, si studius dhe si zbulues i kësaj historie, ta rrëfej në emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Kujtim Boriçi, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Faleminderit për ftesën, urime dhe për emisionin tuaj, edhe stacionet televizisë që ndiqen përgjithësi dhe me interes, edhe për krimtarinë tënde publicistike dhe historike, sepse e shkruar angelet fjalët i merera. Duke njohur të shkuarën, ne vëmë një bazament për brezat që vijnë, ta njohin historinë siç ka qenë. Le të bëjnë gjëra më të mira, por ta njohim të shkuarën, ta dokumentojmë aq sa mundemi me realizëm brenda kufive të mundshëm, t'ia lëmë brezave. Se kështu forcohet dhe identiteti kombëtar, rritet dashuria për atë dheu, të duam dhe njëri tjetrin më shumë, tesim shqiptar krenar në udhën e historisë. Të lumt goja dhe unë kam përgëzime për këtë gjë që ti ke zbuluar që as e kisha dëgjuar ndonjëherë, me thënë drejtën Kujtim. Unë pretendoj që kam lexuar shumë dokumenta në arkiva, në gazeta, çeska, po këtë që të vidhej në toka shqiptare nga ana e Jugosllavisë se kisha dëgjuar ndonjëherë. Vidhej të mëdha shfrytëzohen në mënyrë si një minier. Po, kjo nuk është shumë merita ime. Merita ime qëndron në ato që predispozicioni, gatishmëria për të gjurmuar në arkivat e shkuara, por kjo e lidhur me personazhet konkret që ende një pjesë e tyre jetojnë. Këtu është vërtetësia edhe dokumentit, edhe më konkretisht si rash në gjumër të kësaj historie. Po, kjo është dhe do ta nisim me foton e parë, lutem regjia. Ky është kufiri Shqipëri-Jugosllavi. Dhe ku ka ndodhur fiks ngjarja? Kjo ka ndodhur në midis së Prizrenit edhe Kuksit ose Hasit, miniera, që dhe zona këtë ishte zonë minerare e kromit shfrytëzimit, edhe nga ana tjetër e Jugosllavisë. Bëhet fjalë për mineralin e kromit. Për mineral kromi. Po dhe si është historia, në rastin konkret. Ato kanë shfrytëzuar një sasi nëntoksore për disa vite, një sasi të konsiderueshme dhe kanë përdorur të ardhat për interesat të zonës atje, po do ta flasim më vonë. Si ra shumë gjumër të kësaj historie. Ka shumë gjëra të diktatorës. Në kohën e monizmit, i themi ne, incidente që kanë ndodhur për mendjen e hyrje. Ky është i veçantë për nga mënyra se si. Më konkretisht, duke punuar në arkiva, gjej një dosje diku të periudhës, që flisë për periudhën 68-75, për kjo është
64, 73-74, 73-74. që është shfrytzuar kjo mënyrë. Gjej një dosje e arkivuar tepër sekretagërvuar pa interes, poshtë. Pa interes, me ish krimdore, ta shumë. Ore, po ky hap atë pak dokumenta. Pa dokumenta? Pak do më shoh aty një personazh, fotografia që e Qerem Shakaj, një kolonel i Ministrisë Brendshme, ka qenë përgjegjës i administrimit incidenteve me Jugosllavinë, ish Jugosllavinë. Me grup, kuptohet, po ky ishte në gjitha incidentet, toksor, doktor. Po në toksor ky është i veçantë dhe i pari. Për ashtot ujore që ndodhin peshkime këte janë dhe në jugun. Edhe në det, edhe në qenë? Një, dy e marore, po ku të gjej ato të arkivave, me thënë drejnë, betë që në 94, ti e di si ishin arkivat, akoma ishe në punë shaptografi. Po? Nuk pa shumë, majta ishnime këto mirë. Kalojnë vitet, në vitet 2000 sa, krejtë rasisht, unë ishte po bëja volumin e dytë, bashkë me kolegon Max Izullaj, të Skënderbeka së ndër vite, që doli volumi 5, që ajo është shkruaj vepra jote. Edhe, midis të tjerave, nëzjerë listën e maturës së parë shkollës Stërbeje. Shap shkollës Stërbeje 28, se mos e zjasim shumë, se ka... Në 50-54 ka qenë maturë e parë që ka bërë 4 vjetë. Se kadetët e parë 200. Dhe tjetë ishin me javë, me muaj, me vite. Ishin disa të ardhur nga lufta trasimor, këto ishte edhe e Qerem Shakaj nga Vlora. Po? Nga Vlora? Nga Vlora. Familja e njohur patriotike është në, po të përmendë e ata nuk është vendi besoj, matura e parë, 26 veta, kanë të gjithë janë personalitetet të shkencave. Sot... Okej, fokusojmë këtu. Më thotë, më fali janë filan fisteku, fëtyre parë, pos unë të kam ndjekur, kalon për ditu, se shise gazeta kjo në të kotë, pensionist, se sot është në 10 vjeç, është në azil, të regojë historin, po jam së në vejsaj matore, duhet jam unë të liber, po pa tjetër, e filloj dhe bëmik me, a im të regon dhe këtë histori, tha, po kam qenë unë, nuk jam përdoa nisi e sa historie, se tha, si e fletu një ka qenë një kolonel, po unë jam ai koloneli, kjo kështë ruajtur pak dokumenta, atëherë unë shkoj në arkiva, kërkoj dokumentat, kërkoj këto deri në ato të Komitetit Qendror, janë se është një pasuri e madhe. Edhe fotot, bien gjumë, ky me bim atare tjekë, kompletoj dhe ja botoj disa numër gazet ku ishan, ku redaktor në Telegraf, disa numër gazet, 10-12 rreshe, ke prasyshte se kemi diskutuar. Një histori shumë interesante. Çfarë ka ndodhur? Ky koloneli mbulon të incidente kufije, ndërkohë rregullonin piramidat. Shko në zonën e Veriut, nga Tropoja, deri në Djepër, po kryesisht në Kukës. Verifikimi piramidave, rregullimi tyre bësh marrëveshje 2 paqe, kishin marrëveshjet. Me komision. Por më shumë sa punëtorë, aty kuptoj që ishin specialistë dhe njerëz. Topograf, ky është topograf? Ky topograf, arsimi i parë, ky është profesor, oficer topograf. Topograf edhe. Po flas aty shkollën si oficer topograf. Ky shkollën. Ndërkohë dëgjon ky diku që thotë, "Ore, po një zhurmë në tokë, po ka vite ka kohë që dëgjojnë thonë banorët. Zhurmë në tokë? Zhurmë në tokë në zonën e Hasit. Një gjumë, një shpërthim. Në 1168 kënë? 68. Ua. Ja, thotë, dëgjoj një zhurmë, thotë ky koloneli. Të gjitha këto janë rrëfimet e ti, të regjistruara, si që i bëjmë dhe, edhe unë e kam botuar në gazetë i gjitha, dhe libri është gazeta, pa marrë që nuk ka detaje tjera të... Qarë, ja, vazhdo me thotë koloneli, po. Interesot i thotë zëvendës ministrit, nuk pa e përmendër me të po janë 2 ato djerë, i këpa shkap të lashe vete, në zonë ishe hapur, lëvizje, ato që kishin një minimum bje, thoshin nga lëvizje tektonike, ndoshta, lëvizje të tokës, ujra, shpërthime, kurse kjo i thotë, le, mos hap të lashe të shi, zdo merimi, kjo këmull, kjo djarë, shkon vetë në kufi, kërkon takimi me palë një Jugoslave, po jo me këte, për të rregulluar piramidat. E më së fundi bje në gjurmët e këti ashtu dhe kryon një bindje. Shkon kap edhe ndimon ish zëmësimiti Gjule Qiraku, që kjo i flenë me konsiderata, u shoh dhe dokumentat e. Po ke bindje ti, thonë, se kjo është në specialistët më të mirë. Ke bindje ti, po diçka të ka ndodhë dhe, ose punojnë, o bëjnë e gjë, nuk diçka. Po çfarë duhet? Duhet një aparatur, bind, dakord, bind një aparatur, që ndodhesh në institutin e Fierit, në ato shpëtimin në puset naftës, e në tokë. E kërkon i thonë Kadri Osvije, më ati është vështirë, ose nuk jepet, ishe vetëm një aparatur që nuk lëviste. I duhet thënë Mehmetit, në Meçev, i thonë dhe Mehmetit në libër, që kështu kështu është edhe shkajsat kërkesë. Kemi një situatë në kufi, po situata del aty që se nuk është bërë dhe në fund publike kjo.
me veti komunikon me Enverin, del në fund Enveri, i qartë komunikimi. Ja thot me Mehmeti Enveri. Pa tjetër, marrin aparaturën e çojnë, shikojnë që ka shpërthime, po se si janë që shtenë. Vazhdon një histori 2-3 vjet pasaj, kërkojnë bejleta shkesa zyrtare. Pse 2-3 vjet? Ato punonin atje, po jo s'ka gjë, s'pranonin gjë Jugoslavët. Po do në ju thanë Jugoslave që Po, more ka diçka ata thonë jo s'ka si gjë, ju keni ne kemi këto. Po si zgjatë 2-3 vjet? Kërkojmë mbledhjen e komisionit zonal dy palësh, shtakohen. Edhe komisioni 5 veta nga Jugoslavia, 5 nga ky ishte i qerimi këtu dhe një Skënder Dede me specialistët tanë, më të mirë. Po më them se më tepër se specialistë o ishin të qartë, dhe çfarë konkluduan ata? Ishte 2 drejtori dhe i përgjegjësi me Jo, se do t'i themi këto se kanë dhe foto, po çfarë konkluduan këta 2 komisionet? 2 komisionet bën, jo s'ka gjë, s'pranon, ne do shohin në vend. Bën leta në institucionet ndërkombëtare në atë kohë, se jegjë, e detyruan të pranoni. Ja, ka qenë një grup këtu, kemi mbaluar, po vajtën atje. Vajtën e pan. Do të thonë çfarë kishte ndodhur? Ata kishin hapur një galeri. Po galeri miniere pa kanë në faqen e Parlibrit dhe galeria dhe policët dhe nga ana e Jugosllavisë dhe shfryzonin nga brenda tokën tonë. Kishte kufime për ta, ato vazhdonin punën këtë anën tonë valla. Kishin futur në tokë, do thesi. Dhe sa galeri kishin bërë? Unë nuk e di se nuk jepet galeri aty, po ku shfryzohet, nuk shfryzohet vetëm drejt. Sa vjet e ka shfryzuar? 4 vjet, po, 5. 4 vjet. Po. Ua, dhe çfarë bën me këtë mineral? Po e mineral çoni Jugosllavi, po ku e çon do të them më vonë pastaj, ku kishte vajtur, se u verifiku kjo zonja. Shkojnë drejtuesit e delegacionit jugosllav që bëjnë takime shumë palçe, 2 palçe, ishin të 2 shqiptar, 2 më të marrë. I madhi nga Kosova do. Ish zëvendësministër, i UDB-s, koloneli i UDB-s. Kosovar, ë? Kosovar, bravo. Një Burhan dhe një Burhan Kavaja edhe një tjetër ze nga Burreli me origjinë. Ky lindur nga Kavaj, familjarët e tij të parë. Dhe ikur në Kosovë. Ishte më i egë, nuk pranonte gjë dhe më luftëtar i Palazit Kosovë. Po. Ua. Arrin më sfundi e vërtetojnë këtë që është hap miniera, po pak këtu, pak atje. Po me sa duket, unë nuk jam specialist, dhe aty nuk del, nuk them. Ky është një skandal. Shfryzohet në tokë, ndoshta 100 metra këtej, 100 këtej, nuk e di se si shfryzohet galeria. Kishin sasi të konsiderueshme. E pranuan. Ta dhja përfundimin ç'a ndodhi pastaj ja me detaje. E pranuan, ne kemi pranuar, atëherë do ta shohim. E bën atë. Po ndërkohë kur e pranuan, bëhet ndedhja e fundit, vajtën matën në vend. 2 palësh. Pasi e pranuan, do ulin jatësin, nuk është 2 metra më pak, 2 më shumë, historia, jo kaq tonë është prodhuar, kaq palët me herë tjetër. Sa krom bëhet fjalë? Bëhet fjalë, nuk e di me mijëra tonë, po në vlera shumë 20 sa milion, 200 sa milion duket euro atë ato, 20 milion euro, dollar. 20 milion dollar. 20 milion dollar. 20 milion dollar. Nuk kam saktë shifrën, po shumë e lartë. Po nuk ka në këtë kohë, po bëhet fjalë për dollar në vlerën asaj kohe, si duket ato. Nuk e kam saktë shifrën këtu, kanë mos i nxjerrim shifrat, nuk pa kanë se kanë shifrat. Edhe e pranojnë, ndërkohë prapë to, jo kaq bëhet ndedhja në e fundit. Midis syre vjen një nga kryespecialisti jugoslav aty, edhe tek ne specialisti, po ishte i fundit në rast, ishte koloneli i pari, to tanat. Ishin ato se ishin nga 5-3 ishin të misisë brendshme. Edhe ato ishin 4 misisë brendshme, nuk ishte specialist. Kush e profesorin tonë Skënder Dede atje. Hap syt, ngelja i Jugoslavi. Këto kishin qenë 2 shokë, në vendet lindjes, në shkollat ashtu, e thot dua pushime, thot ky Jugoslavi atyre. Edhe u thot, kjo është shumë interesante, i thot ne nuk bëjmë shaka, ai është specialist. Ka qenë më mirë se unë. Për Skënder Dede në shkollë, unë nuk mund të gjetë. Ai është specialist e di me ashtu. Faqësia është e kemi bërë se e di shteti jonë. E pranojnë, do të ndërshpërblejnë. Vetëm edhe ato merresh përgjigje qeverisë. To raportojnë Kadria Zbiut me Meçeu te Enveri. Enveri thret Kadriun i thotë, do më vërtetosh sa kanë shfryzuar. Edhe ku kanë vajtur lekët, faturat aty, ku kanë vajtur lekët aty. Çfarë kanë shpenzuar lekët tash? Po në tokën shqiptare. Si rezultoi? Rezulton me dokumenta, dhe flitë aty, këto, ndoshta plani tyre, Kosova ka qenë republika atëherë, ishte krajinë autonome. Krajinë autonome, asnjë republikë. Jo republikë. Këto ishin punuar në 2-3 ora dhe rrugë në fshatrat shqiptare. Ishin bërë investimet aty. Tito, domoprosi e Tito, në dokumenta që thotë që ta pranojnë, është marrëveshje shtetërore kjo pasaj me Enverin, që të mos bëhet publike se ishte rënë si rast, vritën kufi, kalot 1 metër në ujë dete kështu. Shumë drejt. Do ta paguajmë, thotë. Pyetën me thotë, jo, thotë, nuk kemi keq për lekët.
Ajo këto para kanë vajtur për shqiptarët, vëllai thanë. Edhe aty toka jonë është, Enveri që Ky është përgjigje Enverit, ë? Është nuk kërkoj gjë. Derisa janë bërë ura. Kanë vajtë shqiptarët, janë vëtë fshatë shqiptarët aty, është tokë e tyre. Këte janë dhe Shqipëria, është toka jonë. Ky është përgjigje Enverit, ë? Enverit, është ai Enveri që i ka shit thonë këto tash, po ku duam. Që ka shit Kosovë. Nuk ka gjë, është jona, nuk duam, kënë keq pa parat. Ta gëzojnë ato. Okej, tani kemi foto dhe tani do na tregosh në detaje. Foto tjetër duhet të jetë kopertina, kjo është kopertina, një libër goxha interesant dhe kjo është edhe galeria e librave të tu. Sa është numri i librave? 40 libra. Po nuk ka rëndësi libra, nuk ka numri i librave për... Jo, ka Po është Shqengarinea, se unë kam votuar student librin e parë në poezi. Operacioni Top Sekret nën toka. Kështu është operacioni? Operacioni nën toka, ja kemi vënë ne. Kurse Jugoslavët, në atë kohë patë Krajlica 2. Si? Krajlica 2. Po pse Mbretëresha 2? Krajlica 2, pa shojë unë dhe Jugoslavët të tërë. Krajlica 2. Po është dhe i minjerë tjetër, po Mbretëresh. Po kanë dhe minjerë tjetër më tutje. Po nuk la kanë prekur atje ne. Kanë hapur dhe një mund tjetër. Okej, foto tjetër, kjo është foto më bukur që... Ja, kjo është. Shiko, kjo është minjerë, hyrje minjerës. Jo foto, kufiri është foto origjinale. Origjinale pra zë. Do aty është kufiri. Tema kanë gjetur mbrapa tani në foton mua, që bile në kone faqoses libri. Po si u botu 10-12 ashtu. Po ata janë serb. Po serb, jo sa patjetër. Do të thënë ata kanë hapur galeri. Kjo është galeria. Kjo është galeri. Sipas zburimit që ka sjell mua foton dhe hyrja apo hyrja është andej, nga i bi hyrja. Tuti e galeria. Kjo është hyrja është direkt. Kjo këtu. Do deri këtu. Do këtu ishte ky ishte kufiri Jugosllav. Po Jugoslavë... Dhe ndej është jona. 5 metra o 6, 10 tyre, se nuk e di unë. Qarë. Sot është, po të shkosh ati, është blokuar, nuk shkohet, po janë hap kanale tjera ndej, po jo nga neme, se... Qarë. E vazhdo në tuti, Wow. Do në kjo është nga operacionet më në lindje nuk ka besoj, në Shqipëri... Nuk vime, ore ka shumë gjerë që zim ne, po nuk duhet të... Nuk e kemi gjona njerë. Po s'kemi gjona njerë. Tani, këta janë ushtar Jugoslav? Jugoslavë dhe jena, ato me ju si puna jone, nuk e ato e Jugoslavia. Po se edhe kalash edhe uniformën ti gati si tonë. A i është oficer, duket e oficer? Do më kjo është minera, e vërtetojnë atë personat që Se paska dhe këto, Dekovil, minerali me Dekovil dhe nga minera, ke vajtë minera dhe... Jo, e kanë fjallin që derisa kanë shtruar, Dekovil do të thotë që është e thellë. Po sigurisht që e thellë. Nuk është 10 metra. Pa Dekovil nuk den ka minerali. Po nuk është 10 metra kanë fjallin, du të jetë shumë e thellë. Po jo më 10 metra, jo, se ato janë me dokumenta metra, ato janë me metra. Kjo është foto, kjo është foto e jashtëzakonshme. Kalojmë çka kanë nxjerrë tjetër. Foto tjetër, të gjitha fotot që kanë gjetur. Ja, dhe kjo... Minera brenda bre. Hyrje minerës në Gjakov, po. Kjo është hyrja, nga ana Jugoslave. Nga ana Jugoslave, po. Gjithmonë. Po. Foto tjetër? Se këtej nuk ka dalje minera jonë. Tani, ky është i qenë Shakaj. Doktor. Tani, ky është i pari që mësoi historinë? Ky ka dëgjuar se dëgjoni njerëzit atje. Zhurmë. Po jo... I shpërthim. Jo i shpërthim, një dhe tjetër janë i bën Allah, thoshin njerëzit janë para lajmërime, po vjen e keqja, po vjen, se është në i zonë atje, në zonë. Ky ishte njeriu i pari që... Ky ishte Këmbuli. Okej, se kemi në foto tjetër? Për të folur diçka për këtë, nëse këtu ose më vonë. Jo, më vonë. Foto tjetër, se tregojmë historinë njërë, si... Ja, këtu tani është... Këta janë kolekte ti, këta janë grupi... Që u morë atje? Njerëz zëvësfinisë. Kush është zëvësfinisë? Shiko. Tani e qeremi kush është këtu? Unë nuk i njoh, e qeremi, frita shok kush është e qeremi është qytet, këtu. Ai me duar. Por do të themi gjë. Po? Në Ministrinë e Brendshme, po? Për këtë operacion, vetëm 3 veta kishin ndjeni. Vetëm 3 veta? 3 veta, ata që është dhe specialistin... Kush ishin Kadria Zbiu? E qeremi, Kadria Zbiu 2, ky tjetri, ky Mehmet Shehu dhe Enveri që raportonin. Të tjerë shkonin punonin, dhe këbete 5-6 veta i qeremi shkonin ku fike piramidat. Ka fletur të një shpi, ande ke shoqëru si ati Prengë Salit. Ka vetë shpire ti historitë të veçantë atje, kur vajtë atje. Edhe edhe tarë, a i kërkoj cigaret të raboshi këtyre, se vendit e ti, do t'je përshqisoj shumë e bukur. Nëriti dollin e qatë thamë këto. Foto tjetër? Tani, kishte djeni kysh e qeremin mes, me përgjeti Sabadal oficeri. Këtu shumiri, këtu shumiri. Do të kishte djeni për dhe, do të them një rast stil, kur vajti... 69 i bie paka shumë në atë vit. Ato vite pra, oficeri ri, pra në Ministrinë e Brendshme. Do të them diçka, që ma e lam për gjysëm, për të më tepër për dëgjuesin. Nuk ishin djeni të tjerë, ç'a ndodhi? Ndodhi incidenti, bën provokim Jugoslavët, gjatë udhëtimeve se ky
tërgoj një nga raset të veçantë, edhe brenda grupi që kishte, ky e tradhton një nga ato, i binte informacionin dikujt tjetër. Edhe vjen e thret Feçoshevës Misrëve. Pa më thot, ç'a bëhet atje, thot, me Jugoslavët, si keni atje, ju lutem, thot, i thot ky Feçorit, është me shkresë, ka bërë letrën ky, po pra. Dhe ç'a i thot? Unë nuk mund të jap informacion, se unë jam zëvendësministë, po nuk mund të komunikoj dot me ju për këtë rast. Po për të vajtur te shtëpia e filanit atje, thot, jeti, domethënë nuk kuptova në atë kohë, thot, e Qeremi, që njëri nga ne kishte spionuar, ishte shoferi, me të ardhurën, thot, nga udhëtimi në atje, tha, hoqa shoferin të parin. Më bërtetin, tha Kadriu, vazhdo se që shofer tjetër, tha Kadriu, s'ka problem. Domethënë e dinte Kadriu problem, nuk i tregoj dhe Feçoshevët çfarë. Domethënë Kadrias Biu nuk i tregonte Feçoshevët. Kadriu jo, po dhe ky kishte urdhër të mos tregonte, siç mund ishte hierarkia valla nuk lindaj. Jo, e operacion ministri me zëvendësministrin. Po fakti që ky lloj operacioni, por nga vlera më shpak o shumë, po mënyra ashtu nuk është bërë publike. Ne kemi dëgjuar vonë, ja, rasti që dëgjova, ne po dëgjova vetë. Po, foto tjetër? E Qeremi është ky? Është tek vendi tek piramida, atje duke punuar tek piramida, e harroj emrin me C sa ka piramida. Një nga piramidat e kufirit Shqipëri Jugosllavi. Ky ishte punë e tij. Ky bënte ky sistemonte Jugosllavi. Andaj është Jugosllavi. Nuk ishte vetëm kjo punë e këtij tash, të jemi të sinqertë. Ç'a ishte punë e tij? Po ky është nga specialistë më të mirë. Ky ishte oficer zbulimi. Po për zbulimet të gjitha i kanë mbaruar. Por ky ishte topograf. Ky topografi flisë serbokroatisht? Di shumë gjuhë ai. Di sa gjuhë? Di gjuhë. Po patjetër që fliste. Edhe ky është në ditë që punon atje, por shërbimet e tij, 3/4 e kohës shërbimeve, me sa del nga ajo, në atë periudhë që nuk i bën në vend të tjerë janë bërë atje, sepse edhe palës Jugosllavia nuk ja tregonin se shqetësoshin për nën tokën. Edhe ato po sikur se dinin dhe këto, po ama të dy e dinin që dikush. Po kjo është foto shumë e bukur, kujtim, do me atë piramidën atje. Po, foto tjetër? Po këtu? E Qeremi është me një nga ato Jugoslavët, duke parë, duke bërë. Jugoslavët, po ku janë këtu? Janë andej nga ajo zonë. Ma ta në kufirit? E di që dur aty fotokasë, po. E do po ma ta në kufirit, në Jugosllavi? Kur kryeshin punime, preteksi, për bërë punime në piramida, andej janë dhe afër piramidët në zonë, në shu, kalonin, hynin e dilin andej. E, ishte lejushme kjo? Këto grupi që punonin, me njërë tjetërin. Po ata... Po, vinin pa tjetër. Shkonin hanin dhe dreka bashkë, të regoj, mirë po, ka atë keni ka ndodhë incident i Qeremit atje, përshë. Që ka ndodhë? Një ditë, kur eftojnë për drek, do të takohet kohë e diskutimeve të këtij incidenti. Sa të spranonin filloj mirë, është mbyllë mirë, e thonë pokon, po do të vi, thotë në plavë gucisi, një lokal të mirë, do shkonin. Si që ishte Qeremi atje, shoferi që mori andej ato, kishte edhe i shoqërosi kishte ky, me oficerën e kolonpaterë uniformë ka qenë të bukura, do shta kohë e vështirë. Shkon me uniformë, me uniformë kjo, ishte kolonel njërë, shqiptar. Edhe priste homologu Jugoslav, jo më tashmë kjo koloneli shqiptar, Buran Kavaja me këtë tjetër, ka e rrinë civil, po koloneli që merte pakën për të punë. Edhe kjo mbakinë, shkojnë plavë gucit, ashtu ishte një lokal shumë i madhë, e përshkone Qeremi atje. Ajo ishte sa më panë mua shqiptarët jashtë të kjo lokali, një dhomë veç, por që kishte kontakte me 200-300 metra lokali madhë, na shikonin e më panë mua një oficer shqiptar, që më bashu edhe më shikoni gjithi natë, po shqiptar gjitha djela, edhe sot shojë dhe, më shunin tratharë, tha mua. Po që shunin tratharë? Po që një oficer ka ikë, se dhe Jugoslav me oficer një kolonel shqiptar me pistolet këtu, e i shoqëruar, vinde atje, gjithi natë, për të dera Jugoslavia, fut brenda, edhe shajnë ato këte, shqiptar. Ata ka kujtuar se aji është ratisë. Aji Jugoslavi, thot, jo kjo shqiptari tjetër që vende, thot, ore, thot, po qa kanë këto, tha, po të quajnë tratharë të tha ato në Jugoslavia. Do në falësh mua 1 minutë një shkollë, vlezër u thot ju atyre. Unë jam shqiptar, kam ardhur këtu për incident që keme këtu. Jam vlla juaj, jam ardhe. Hidhen, fillojnë bërtasin shqiptarët atje dhe një gjenë, Jugoslavi nuk o të rëgohë korekt shumë. Ato punë t'i bënë në dheze. Interesant. Sa ta kanë menduar që kjo ka trahtuar, ka ikur. Ka vërtu për trahtar. Se ishte me uniform. Bile me uniform bukur, ka qenë ato funë qenë me plaka, ke prasysh në ato të... Me grada rrezika kohë? Para se ti ishin 67, kur hoqën në 67. Po, foto tjetër? Se unë po bëjmë... Po këtu? Janë Qeremi me shokët e ti që kanë vajtur mas në 10, se armiqtë e dikushëm, koloneli Jugoslav, një shqiptar, po ishte të tjerë, një 5-6 veta, 7,
Kanë ardhur, janë në shtëpinë e pushimit në Durrës. Kanë ardhur tash mbrapa. Ky është ai gjati, mi gjati, e ke dhe në libër të cilësuar aty, Burhan Kavaja. Tani, ky ishte shqiptar, shefi UDB-s. I UDB-s? UDB-s, valla. Ishte kosovar. Po shqiptar Kavaja. Me origjina Kavaja. Po një Kavaja, po ishte shefi UDB-s. Ishte UDB-s, UDB-s. Po tash union me kishte. Edhe njëri nga këto, e Qeremi Akosh në krahti, armiqtë e dikurshëm, njëri nga këto është ai Jugosllavi tjetër, nuk e di kush është nga këto dy, po në foto e ke në libër. Ai është një kolegu i Qeremit, Mikado Shako Hoxha i Tutja. Ky është Ismet Varfi, kanë vajt të armiqtë e dikurshëm, kanë vajt atje këto, edhe këtu. Do kjo është foto mbas 90-s. Mbas 90, po janë bërë miq, armiqt u takuan, isha armiqt u takuan e janë bërë miq. Edhe po të fotosh në detaje. Po. E thot pa shu ishte kohë, po mirë, mo ishte kohë, po ama, thot ky e Qerem Kavaja, këte përmende Qeremi, dhe kur morëm fitoren për fundimtarën, e pavarësisht që të vere tito e mbyllën, tha, ndjeva emocione, në shpirt, me gjithse bëndë punë Jugoslave, edhe thot dhe mbrapa, ndjeva kënaqësi, tha që jo jenë vërtet, sepse kam gjak shqiptari, po bëndë punë, Okej, foto tjetër? Se ti pas këndërruar me foto, nuk e di jo. A ti njohën, kjo është e Qeremi. Po? Këtu ande janë... Në Prizren 1970 të ditë qitura. Po, Prizren në 70-ën. Kohën që punime andej, kanë dalë atje. Dhe shëtesin dhe kështu, por ruan e njëri tjetër. Ky është ai tjetëri, shqiptari tjetër, ky i mezit, ky ai Burreci, kolonel dhe ky. Tu të bësë edhe ky, e? Po tu të bëja kishtë ati, vëzë ishte në Jugoslavi. Bile ky ishte zënës ministrë në Kosovë. Foto tjetër? Të shi pas kanë zjerë foto, di. To e në kolekte e Qeremit që punonin në grupin e... Kjo ishe uniforma kujtim? Kjo ishte uniforma. Kishe qik prezenca e me dekorata? Unë nuk e njoh, po është një ata madhorë, to e më dojë zënës ministri, mos është qura, nuk e di, mos karkuan, kjo është e Qeremi. E Qeremi ishe aty? Po. 1957? 1957. Wow, shumë merët. Në viti 3 i punës, direkt në Ministrinë e Brendshme. Më ka qenë me medaljari, me atë kuqën, me atë... Po pse nga Shkulla Sterbej për Ministrinë e Brendshme? Nuk ka pasur një vija shumë ndarë se shumë ato. Nuk të gjithë oficerët pasaj ndajshin. Po ky e Qeremi, bashkë me grupin e tij, kanë qenë 24 veta, janë në personalitetet të tij aplisëm, se i kanë për Skënderbekas, na më të mirë janë kokat e sot, kanë bërë shkollën Sterbej, e kanë bërë të plot 4 vjet, të parët, 50-54. Tu është 3 vjet oficer. Se ti pas këntuar me foto, nuk dhe. Jugoslavi. Ky është ai... E Qeremi Ky është Kosovari, Burhan Kavaja. Burhan Kavaja. Ky është i UDB-s. Po UDB-s ishin të gjithë ato. Po të paguar që të ashu, zënës ministër. 1972. Koha që... Në Gjakov. Kjo është momenti në Gjakov. Koha që ato randa, akord, u detruan të pranojnë. Po? Sepse paraturë që Po pranon të ky Burhan Kavaja, e? Kurrë Korrës. Ky s'ishe kosovar, ky ishe shqiptar? Po shqiptar ishte. Ky ishe shqiptar i Kavajës? Shqiptar i Kavajës, po. Ende shqiptarët zakonisht bëjmë herë një punë të tjerë, harrojmë tonat. Ja? Kjo është rënd kjo. Rënd është fakt. Bile unë kërkova, e i takon punës tonë, time tanë si policistë, të takoj këte Kavajë në këto tjerë, se jeton. Kërkova një ditë në Prizren. Jeton andej? Nuk më doli. Në Kosovë? Prizren kap prind, janë kap mirë. Po kanë histori shumë interesante, mirë provokime të këtij, që nuk është vendi këtu tash, po ti pas e ndërtuar me foto këtë. Po si provokim? Provokon dhe ky... Ja, provokimi i parë. Një natë, po punonin këto në Dukje, në fillim, pas se të binin gjurmë të këtyre operacioneve, Kalica 2 dhe ashtu, këto shkon dhe ke njëri tjetëri, ke posë kufitari Jugoslave, hanin e pini atje, lëvizin pini kafe në për zonat e afërta. Një natë, u lodhëm shumë dhe qojmë tek shtëpi e këti bodyguardit ish, bodyguardi Prengsalit. Barktarit e veri, u dihet historie Prengsalit. Edhe shkoni pretaj. Ai djathë, si e si shkoni i thot, ai unë jam thot, mirë i thot e Qeremi, për Qeremi se ishte uniformën. Celebrit, shike edhe uniformën se e, për ishte i detyruar ta mbante. A ishte i detyruar nga ministria? Pa tjetër, kjo ishte në mision publik. Po, ishte i hapur. Ishte në mision publik, i hapur, ishte dhe bante punën. Edhe ullën, hanë pina, a i thot, ore, keni në gjëmë, duhet cigaret të Raboshi, thot e. Cigaret të Raboshi? Sepse është venditje tisi, kishin cigare me vetë, kishin, vote Qeremi, po, ka një ditar shumë të regullt, këme data me orë. Ka ditar, e? Pa tjetër. Shumë i bërë. Ja dham cigare të Raboshi, film shqivajisë, raki kombulle, pi, në fund, u ngrit, bodyguardi Prensalit, në ngrin dollin,
të ngrem një dolli për i pranishëm ky koloneli këtu, shqiptari, dhe një kolonel tjetër serb. Që e prisit për Dhe për këtë ngritë dolli? Ngritë për enderin dhe titon, dy u thej si tanë dhe shumë. Qa bëri? Unë ngritë jo e thotë e Qeremi, thotë. Unë ngritë titull në shumë, ngritë për titull në dollin, nuk e tha kështu, po e, jo kështu do të ngritë, tha për popën shqiptare, vëlla. Po, tha koloneli Osa, po nuk e piu për titull në Qeremi. Edhe për këte, edhe për enderin, se ishte provokim, me sa. Edhe po tha, mire ka të pim për popullin në shqiptar dhe popullin Jugosllav. Se Jugoslavi quhen edhe shqiptar. Po, ata ishin shqiptar? Se pas kënë të me foto dhe. Po? Këtu dhe në poste kufirit me Sadiun, atje nuk e di ka poste kufirit, atje në Has. Sa posta kufiri kishte kujtim? Nuk jam gjendë të them, po ka poste kufirit kishte distancë, pa e kohë, shiko. Ati ka po du tjene 5-6 në zonë. Kishte rregull që posta nga posta? Po. Ma një kontakt, për shemë ati ishe i pik posare. Ku ishte posta atje? Ishe i pik posare që edhe lotë e protestës, që pranuan, 74 pranuan të përfundimisht fajnë, ati u dorëzu nota e pranuan. U lidhën kanale diplomatike, nuk do da bënin publike, se nuk si duket politike kohës. E në verit, thënet e verit e Tito, që... Do ta sqarojmë dhe të po. Foto tjetër? Tani vim të kjo Enveri me Titon. Tani, më të çuditë me këtë kujtim se si Enveri nuk e bëri publike. Po mirë këtë që e la... Edhe Tito. Shiko. Edhe Tito. Për mendimin tim. Jo, Tito s'kishe si ta bënde. Nuk me gjyqës, do flasë për ato që kanë shkruar aty dhe në... Nuk e bëri publike ndoshta se tingëllonte... Si tingëllonte? Po pyes Enveri... Po, ne nuk e dim të shqyrit. Nuk pranoj ta bëjsh. Ka që më të themu, sepse... Nuk di më shumë. Nuk di më shumë, po kanë ndoshta... Ka qenë dhe i zgjidhje për momentin ka qenë edhe periudha, kuptoj 74 është një periudhë, patën ai marrë të asëruar në atë periudhë. Jo, ka për shumë, si ishte ai momenti që u liberalizuan ndaj Kosovës. Po, me Kosovën filloi lëvizja. Kishte edhe marrëdhënie, që erdhën ansamblet këtu, profesorat kishin shkonin vinin. Po, të Tito pranuan zyrtarisht flas, nuk po them që kanë dokumentat. Se unë detyrova kërkova mbrapa dokumentat. Po Tito vetë çfarë ka thënë? Tito, kjo është thënë Tito, vjen në gjëra drejtë thënë djeti. Dhe çfarë ka thënë Tito? Ne jemi fajtor, është fajon, do ta paguajmë. Një me një. Tito, po. Por mirë është mos bëhet publike. Jo se si duket tek politik. Edhe Enveri shkon nëpërmjet të tjerë, vjen dhe konfirmimi i Enverit, sa është përmjet në byrë politike. Kështu po bëj një pyetje të tillë, nuk u shigjetua në një shqiptar që munges vigjilencë, pse su kap më para, pse nuk është bile u lavdruan një pjesë e tyre. Sepse një oficer pose, i posë kufirit, ati ku rrinte e Qeremi, një ditë se Qeremi është dhe tipi ti, do them dhe përjetimet personale me Qeremi, unë dhe ikjen në azil janë dhe pondoshta nuk në premton koha, i thot, dëgjoj, i thot e Qeremit. Unë vetë nuk kam qenë, kur kam marrë konzervuar një oficer tjetër, këtu, para 10 vjetësh, këtu ka pas push jetën në armën. E kam shnuar, se normalment të gjitha, push kam, do më nga burimet e kamit. Kjo le të dyshosh që është shfryzuar për para, ajo minerë ndë janë dhe. E shfryzuar për para? Push ka tillë, push kam, prodhim kam, minerë mrinar, kam i tropojët. Tropojë andesi. Dhe një bje që është shfryzuar për para. E kjo ka qenë politike e kohës. Foto tjetër? Po këtu? E Qeremi me shok të ti. Ajo është... Te piramida. Piramida? Republika, Shqipëri dhe Republika Jugosllavisë. Piramida... Te është RSH. RSH, andej Jugoslavia. Do dhe numër C3. Si ishin të piramidat? Ali Duro, e Qerem Shaka e Skënder Dede. Ta shimun jo të dy, Skënderin e te, po kjo Skënder Dede është nga specialistët më të mirë. Piramida numër C3 në maj 1970. Po, si e mërtojshin këto C1, C2, C3, si piramidat? C1, po është emërtimi kufitar me piramida. Fet 30, darë, për shemë, Korça e ka kështu këto me C, me F. Nuk jam në vërtësi të shtetit me kë... Këto janë tek piramida ku bëjnë fundimet. Po të hysh ditarit të këti, edhe i gjë veçantë, çfarë shkruan kjo dhe që fotë kjo, konfirmohet saktësisht me dokumentat e njeri model si intelektual, nuk vjet dyshim, ka një pedagog në Akademinë e Rendit 20-30 vjetë, më shumë. Të sakta me dokumentat
që u gjetën në arkiva, se nuk i vleson njeri atë në arkiva, nuk dim ne të... Qartë. Shumë interesant. Ky me dy shok ti. Ky është transfitalizëm më të mirë, ky Skënder Dede. Po do tjetër? Eqeremi. Tek Miniera dhe ne. Te Miniera atje? Po ky i bie Macëndjetës? Macëndjetës. Tani, më kapi veshi që Eqeremi ka shitur gazetat dhe po tani çfarë bën me Eqeremi? Ti e ke intervistuar, e ke biseduar? Do ta kalojmë, kemi foto apo e lëm këtu një? Do të kemi edhe 2 foton, mos gaboj. Po, jo më tregon. Po, ja s'ka të Eqeremi njeri shumë idealist, ka dhe një vllah oficer në ato të merë dhe i motë, po janë familje shkëlqyer, në rritur edhe atletare në histori, marrojnë të dy për ushtara, ky Skënderbeg asaj parë për matur, edhe bën një karrierë suksesshme, që është e vërteta. Marron 2-3 fakultete, me qëtuaj me gjitha, edhe i ofrohet ky shërbim për incidentet kufitare, për shkallë të njohjes, në profesion në fillim topograf, pasaj ka edhe të tjera. Kohë e piramidave që erdhi tash, doli në pension, kohë e piramidave, e rënoj, futi shtëpinë ashtu. Humbi lekët në piramida? Edhe një ditë të regoj, njarë jetonte me ashtu, mirë po me 2 dhoma, nuk i si janë, si shmë thoshe vetë kjo, se nuk ashtu, me familjet, martu, nuk mund të... E shiti? I vdiqi e shoqa, i shiti në shpinë dhe i fund piramida, i vdiqi shoqa nge live në marë. Edhe më thotë, më po ishim një grup gazetarës, ne ishim në Shkup, një aktivitet ndërkombëtar, ktheshim Bjezilja në Qafthan. Është aty, po në detaje. Si shkon mirë? Ishte ditë e shumë, po ktheshim. Më thotë, do vish në takosh pa tjetër para orës 10 të hanën. Qa ke qërë? Po vide sot, unë direkt makinës, vide... Jo, para orës 10 do më takosh të hanën, pim dhe kafe në mjes. Unë vonojmë pak, të hanën i Bjezilje, tha, mos hajde me se ika unë, më thotë. Ky vete në azil në Kavaj, e të shoj në azil, nuk ishte vënd në Tiranë. Do me thënë... Ky është në azil në Kavaj, në Qeleviz, njeriu që zbuloi këtë $20 milion. Mund të lidheshin, po, atje, është i pa shtëpi. Është sot, është në azil? Është i pa shtëpi, edhe nuk pranon dhe ta ndihmon. Është njeri me sed, njeri të më mjafton, që më jep shtëpi. Në as në azil në Tiranë nuk arritën. Edhe më kërkonte i nderë, qa ke, them se... Qa të kërkonte? Ore, tha, do të rri, tha, këtu, në Tiranë, se do të amajnë vlezë e fëmijët, po vëshësi është më mirë, thejmë ata që është më mirë në azil, se sa nuk mu, ne i rëndojmë në vete se kalamajve dhe ne, të mosh, jo me... Edhe më thotë, po më i themu, edhe, se nuk është dërri e ma, dhe të rritë, mirë për shvështirë të jekshin në azil, 5-6 muaj, ikni, edhe, po, tha, më tha dikush një kolegu jonës, po më dhe ndërry, se kishtë njëri tafin, nuk dërryra lartë me, e them, kaloj një muaj 2, u misua si duke të atje, pak sa. Kavaj, e tha nuk iki? Vazhdon tjetë atje, e tha, e le mirë. Tani, të shfrytëzojmë rasin të bëjmë një thirrje, se ky njeriu që... Ne do të bëjmë bashkë, diçka të shkojmë... Ky njeriu që... E kanë bërë dhe kolegët tanë të thirrje. Që i shërbeu shtetit vetë, nuk punoj për vetën e vetë, dhe zbuloi $20 milion të grabitur nga... Nuk e kam sa verën, për që në Sida. Nga Serbia, sot është në azil, tani shteti të bëj diçka për këtë njeri, se ky i ka shërbyer shtetit, nuk i ka shërbyer komunizmit. Shiko, unë jam dakord me këtë. Ne do të bëjmë ati sa version të shkojmë në azil, do shkojmë me bashkë, do shkojmë me moti, të shkojmë me librin, promovime atje me... Janë njerëz të mrekulloshëm atë gjithë. Janë njerëz të mirë. Shiko, nuk është... Kjo situatë nuk është fajsot qeveria sot atje, por janë shumë rase tilla. Drama sociale që kemi kaluar, mos i kalofshim me. Jo, kujtim. Se janë shumë pa shtëpi. Kur dim që një deputet merr 6.000 euro në muaj dhe një njeri tillë është në azil as në Tiranë, po në Kavaj, më fal tani. Po të flasësh me Qeremin, nuk ta pranon Qeremin. Unë ja kam dhënë jetën kombitim punën, se ai është gjallë. Po i prandaj meriton ti që thash. Më mjafton pensioni im sot mua. Sa e ka pension? Drama. Po ta kesh që ka një oficer i ri, po ka dalë përpara që i rënoi ai ligji 200-300.000 lekë, 400.000 në azilësh. Nuk e kam pyetur për to. Ky tash rri shisë gazetat te Tajvani përballë, po jo ku që në autobuset që kryqëzohet. Mbajmë kështu si më. Si po patjetër shisë gazetat. Mua më thoshte ai që i fisi njëri, që un kaloja shkoja në kapelën e Republikës me kështu. Identik ja kështu rrinë gjithë edhe. Okej, kemi foto të tjera? S'kam. Duhet kemi. Po, kjo është galeria përsëri kujtim? Atje, po, galeria atje. Atje, çka kanë bërë ata? Po mirë ata kanë përdorur
shpërthimet kanë qenë... Po nuk është shiko, është vend i tillë që është vështirë se shpërthime ndodhin kudo. Mirë po i thoshin, shiko, ato që ngritën zërin për shpërthime, ka dhe oficeri thjesht, e kupton, shkollat atëherë të mos i shajnë. S'bëshin, as me grenë Nga kur i bëni shpërthime, ditën apo natën? Ato i bëllë me orare, po punonin për djerë të regullë, nuk punonin truashin, bum. Këto i thoshin, dhe parë, jena lërë hati, shpërthim ti. E të shme, nuk shi që ka, lëvizguri, kishin dhe frikë. Kurse Gjuli Qiraku i thot, po, në dio është shpërthim, beson dhe e njëtë e qeremi ne. Të kërkoj deri në fund. Se thonë, jeni çmandur, ju thoshën të jashtu. Pa i qeremi ishtë njëri fisnik, edhe jaftë, profesionisht në disa fushta. Foto tjetër? Foto ekspertët shqiptarë. Ekspertë shqiptarë dhe Jugoslav Princit. Tani, mund në i portretizoj së cilin? Po tash unë para një të gjithë, se këta më dokumenta... Po, jo, me ato që ti ke. Skënder dhe inxhinier gjeolog në specializëm më të mirë. Ti këshim dhe në foto. Inxhinier topograf në origjinë. E qenë shaka. Po, Myfitja Upi, inxhinier i fushave. Sejid Zeqiri. Sejid Zeqiri është nga ato, ka qenë kryetar degë. Lokal. Komision lokal. Grupi ekspertë Jugoslav. Lokal i zonës Kukës, ka qenë se, më duket ka qenë se... Ky Sejid Zeqiri? Oficeri sigurimit. Okej. Grupi ekspertë Jugoslav. Inxhinier gjeolog. Ishte serb. Ekspert, po serb. Bahon Pojavić. Inxhinier. Begredin Vase. Edhe ky një serb, po më të ke sa të suli kryetar komisionit. Ishte Jugoslav. Ky ishte Kosovar. Po tjetër më i rrezikshëm dhe sa ti më ashtu ky tjetri shqiptar i tjetër Bruan Kavaja, edhe ky Vase. Mirë, po ky Vase, që ishte ekonomist që bënte llogarit. Donte tulte 5 metrore, jo më shmetër kaq. Ai ke përdëmin tash 5-50. Okej, foto tjetër? Dy kolonelët, ai shqiptare Qeremshaka dhe ai Jugoslav i Udbës. Po kush ky Udbë? Kush? Ai jo ky Kavaja i tjetri, ky Burresi. Nga Burreli. Kështu ma ka thënë diçka. Këtu janë mbas 90-s kujtim? Këtu janë mbas 90-s? Mbas 90-s. Kur u takuan këtu. Janë djalëriete, po. Armiq. Foto tjetër? Ka qenë disa herë këtu dhe atje. Nisë të rëndorë të kimë, e majtë Azem Vlasi, e njori, Azem Vlasi, njëtë Azem Vlasi histori, e Qeremshaka, e shaj dyti që ka ato aparatër kamerë në vesh, Buran Kavaja trimi ashtu, edhe kjo Mikado, shoku e Qeremit, ish kërtar shoqatës së Nërbel. Këtu ku janë Durrës tu? Janë Prishtinë, mi se të rëndorë. Këtu janë Prishtinë? Po, në Prishtinë, po është ditë që të Prishtinë, po. Do dhe kanë ardhur ata këtu, po edhe këta kanë vajtur atje. Disa herë. Komisioni, do. Bukur kjo komisioni. Komisioni misis, nga i arë misis, është misis. Misis, po, bravo, komisioni. Foto tjetër? Pra, vazhdojnë komisioni. Ta kemi armiqve, tash miq, pas 25 vjetë, takohen këtu janë në Prishtinë. Në Gjakovë. Ai është Kavaja, ai është Shakaj. Ky tjetër përndej nga ato është, po. Dhe serb duke dhe. Po, foto tjetër? Po tjetër, nuk vëllë pamje. Ky është dokumentacion. Ma shpjegoj pak të lutem. Në rajonin Qaf Prushit tropoi për Jugoslavën. Ne jojmë atë zonë mirë, ne dim se ti janë bërë shumë dokumenta që se tu me porositë të shokut Kadria Zbiu më datën 12 shtator 1972 në mbledhjen e Komisionit Lokal të Përbashkët Shqiptar Jugosllav. Këtu pranojnë fajsinë ato. Po, ju shtrua dyshimi ynë për shfrytëzimin e nëntokës son nga miniera e Devës së Gjakovës që ndodhet në vijën kufitare Devës që të Qaf Prushit rreth tropoi. Shqyrtimi i problemit të mësipërm u bën në mbledhjen tjetër të Komisionit Lokal të Përbashkët në datën 4 nëntor 72 kur Jugosllavët pranuan miniera Deva, duke punuar për shfrytëzimin e mineraleve të kromit, ka hyrë në nëntokën shqiptare në rajonin e Kotës 1500 metra, rajoni i Qaf Prushin 127 metra dhe ka marrë prandej mineralin e kromit. Këto veprime sipas marrëveshjes shqiptar-jugoslave përbëjnë incident me pasojat të dëmtimit ekonomik. Punimi në këtë rajon dhe kalimi në nëntokën shqiptare janë pa dijeninë e organeve të pushtetit. Pala Jugoslave është gati të bëjë çdëmtimin material palës shqiptare. Punimet në këtë sektor janë ndaluar menjëherë dhe sigurojmë se në bazë të ligjeve të Republikës Socialiste Federative Jugoslave do të merret masa për zgjedhjen e përgjegjësive. Në fund Jugosllavë kërkuan që kjo çështje të zgjidhet në komision lokal. Në komision lokal. Pala jon pasi falenderoj Palën Jugoslave për seriozitetin, mos është vazhdimi i porosi, po ka tjetër, po, ju lutem. I çojnë porosin që nuk duan para, e verifikuan kush ka para. Foto tjetër?
Kjo është... Kjo janë skica të tjera, po kam punuar Kjo gjatë. pak a shumë u pranua dhe... Jo, e pranuar Po nuk mirë, është. andej me që shkruan aty u dënua njëri, mbajti njëri përgjegjësi? Po pse ata kanë bërë, si mund të shposh në tokën e tjetrit, ose të bësh të hapsh minier, pa ishin agjentë të DB-s, drejtues të DB-s, ose ministri në krye të punës. E ka gjetur si duket. Skica sqaruese mbi shtrirjen e kufirit shtetëror shqiptar në projën e Reshanit, në fshatin... Shtjetër, lidhet me këto. Njëjti person ka qenë dhe këtu dhe atje, e ke në libër edhe. Po, domethënë kjo është në zonë tjetër kufitare. Po nga Dibra fillon këtej, një lloj, Dibër Kukës. Foto tjetër? Kjo është zona e Gjorisës, po çfarë? Po kjo? Po janë shumë dokumenta të nuk tash dhun. Tani ky është datës 24. Na bëhet piramida, kështu janë në bashkangjitë Korrik 68. Janë llogarit, më shikoj, me llogarit me metra kanë bërë këto anët. Do thonë këto llogarit për galerit. Galerit që kanë shfrytzuar. Vajtën atje, kanë bërë llogarit brenda, edhe ardhi aty profesori Jugosllav, më të madhi që kishin ato në specialistët, tha stop, tha me landin nuk bëj, tha, me njëri tjetër i dimë si të tjetër, këto nuk gjejnë, nuk kërkojnë kohë. E kemi bërë majnë përgjithësinë specialistë. Tani, piramida kufitare e 16 përbëhet prej 3 piramidash, nga të cilat njëra është vendosur në bregun e majtë të Drinit Zi, nuk të derdhjes përrojë të Reshanit, dhe 2 tjerat në anën dhe përrojë të Reshanit. Dhe këtej shqip këtej serbokratisht. Po, janë gjithë, janë bërë jo me dhjetra, kështu, të janë shkresat shkëputura. Foto tjetër? Është marrë në arkiva, këto, janë filmuar gjithë. Është e njëjta. Foto tjetër? E kjo ka një kështu... Ekipet është mrapsh. Se ka mundësi regjia që... Se ka marrë pjesë dhe për shumë kampanje të specialistë, dhe andejta. Vinin, shikonin, po nuk dinin për çfarë bësh fjalë. Dhe këtu janë emrat? Emrat janë shumë. Sejit, të marrë oficeri sekretar në kryetar, komisionet... Një konkluzion ka, nuk e di se foto vazhdojnë, që ato pranohen aftësitë profesionale të... Ky është libri i Kujtim Borixhit. Nëse doni të lexoni një histori me të vërtetë shumë të rrallë, shumë të veçantë, por edhe me një zgjidhje të veçantë. Disa, ja për shembull, të thosh vjen përjetimet personale të tij, dha 2-3 javësh. Shkon që autokuat mbrapa dhe e mbyllëm tash aty. Po. I thot mbrapa me Bruan Kavajën kur shkon atje takon Bruan Kavajën. Shkon ke hotel Prashtiku, ky, pyet, po njohën Bruan Kavajën, jeton këtu, tha, familjarisht këta dhe jeton në Beograd. Takohen si miq të vjetër këtu. Ndërkohë kanë provokuar me sekretarin këtë atëherë. Atë e çuan një shtëpi çon ndeshjen se ikun Qeremin. Po Qeremin dhe tjetër. Provokonin e Qeremin, i çuan. Po, çai çuan? Ajo sekretaria e çuan sekretaria. Ta çuam atëherë, tha ku është gjatë ka vdekë dhe burri, i thot ky tash. Do ta takosh ta thrasur, i thot ky. Sepse ky e Qerem ka vaja me këtë sekretarin që kishte marrëdhënie jashtë. Po kishte marrëdhënie tyre, janë probleme personale. Do thonë ata e provokuan duke i çuar një vajzë, ishte serbe? Patjetër. Kjo patjetër mos serbe. Ishte serbe. Serbe. Jo, mos ishte ditë nuk ishte. Dinë Shqipë? Po dinë Shqipë, po se jo se. Dhe provokuan këtë, do thonë ja çuan atë vajzën atje. Po patjetër, e çon një shtëpi, shon një ndeshje sporti atje, histori gjatë. Do thonë ajo ishte e UDB-s dhe ajo. Ajo vajza. Po ishte sekretare. Po ky ishte vetëm nisi branshën, po si kolonel, si. Me që marrë kalon shumë interesante. Ndërkohë, Kujtim, kam dhe diçka tjetër. E mbaroti? Jo, vazhdojmë. Kam dhe diçka tjetër për librin. Këto materiale, ti ke marrë në arkivin shtetit tot, qa ke... Në arkiv, tani, kurioziteti im është për në arkivin atje në Beograd, qa është shkruar? Këto gjëra janë, tjetët kopja janë, por edhe kemi çështje të marrësh. Se dimë atë? Merët vesh tani se shkruar? Jo, po i tash merren. Merren? Merren. Beograd? Po s'kam po si merren. Ke marrë ti dokumentin në Beograd? Nuk kam marrë në Beograd, po jo me emrin tim, kam marrë. Po si se ke marrë me emrin tënd? Po s'kam marrë se i thash më gjej këto dokumenta aty. Shikoti, është një në bibliotekën tonë këtu. Është një se nuk ke ku të merresh me këtë emision tash i 3 orë. Po. Nuk kemi direkt tash. Jo, jemi direkt. Kujtim jemi direkt, Kujtim. Vazhdon emisioni Kujtim. Po. I kërkoni me i shok të ti, me i shok tjetër. Me i shok atje, gazetar. Gazetari që ka qenë ka punuar këtu me mua me ty këtu në kohën e luftës së Kosovës, se erdhi një pjesë. Edhe shteti shqiptar, me ditet, i afrojnë në për gazeta dhe i mande punonin, i paguande. Okej. Tani... Kujtim, kjo është një
Histori shumë interesante, po dhe ty bravo, ke dhe ti merit. Ti shiko, fole me shumë modesti, po është puna jote që kjo është e përmbledhur. E di si është problemi. Ne jemi përkushtuar kësaj pune ka 50 vjet bashkë, apo jo? 50. Kjo është një punë e natyrshme. Kemi mbajtur veten tonë dhe familjet tona, bëjmë një punë, por bëjmë gjë të mirë. Të mos na kontestoj njëri për punën që lëm brapa. Bravo. Jeta është e shkurtër, jemi pasagjerë të jetë, ikim, të lëm të mirën, gjithmonë dhe është kënaqësi. Unë paktën për librat dhe publikimin se ne nxjerrim emrin për ditë, atë 2-3 shkrime në ditë gazetë këtu. Të mos na kontestoj njëri, bëjmë më të mirë. Do të jemi të varfër ndoshta në anën ekonomike, po të Kujtim, unë të falenderoj shumë që ishe sot në emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Dhe të uroj suksese për çdo botim dhe studim që ti bën. Faleminderit, urime, edhe suksese të tjera në krijimtarinë tuaj. Edhe në këtë emision simpatik. Falenderit. Shumicën i djeg, me thënë të drejtën. Falenderit edhe një herë Kujtim. Ky është emisioni për sot. Publicitet nga Urlan Qafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.